Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet më të fundit. Dhe pikërisht dua të ndaloj tek kjo familja tradicionale që fatkeqësisht nuk është shumë aktive, nuk është shumë e komentueshme, nuk është shumë e pranueshme nga personazhet publik, por Luiz Zelli, një ndër personazhet më të dashur të juaj, ditët e fundit ka bërë një lëvizje. Ai ka preferuar që gjyshen e Kiarës, që ne e dim shumë bukur që ka një marrëdhënie spektakolare me nënën Leta, ta respekton edhe së bashku me zonjën Angelina, t'i çon drejt një shëtitje të bukur dhe një momenti fantastik në Velipoj. Ditë më parë u tha që marrëdhënia mes Kiarës edhe vjerës së saj nuk është një marrëdhënie e mirë, nga këto portalet e reme, unë e demantova këtë gjë, sepse gjithmonë e kam folë të vërtetën dhe vazhdoj të flas të vërtetën në këtë raport dhe e tregova situatën se si është raporti. Dhe kjo lëvizja konfirmoi çdo lajmtimin, domethënë situata është shumë e mirë, ato janë në gjendjen më të mirë dhe po kalojnë momentet më të bukura mes njëri tjetrit. Dhe Luizi kishte preferuar që këtë ditë të bukur ta kaloj me gjyshe Letën, që e ka shumë në zemër, dhe gjyshe Leta Luizin e do pafund, këtë e ka dëshmuar dhe kur doli nga Big Brother, domethënë raporti i tyre, por edhe me nënën e tij, zonjën Angelina. Dhe raporti familjar është shumë i mirë. Dhe unë jam shumë i lumtur që artistët tanë të mrekullueshëm, personazhet tanë publik, tregojnë një raport të mrekullueshëm familjar.